Ministri i Punëve të Jashtme i Serbisë Marko Gjurić deklaroi në forumin Globsec në Beograd se në vitin 2026 duhet të përdoret për të shtyrë me tej çështjen e zgjerimit të Bashkimit Evropian, jo vetëm për Serbinë, por edhe për të gjithë rajonin dhe theksoi se ky duhet të jetë një vendim gjeopolitik. Unë besoj se Serbia mund të kontribuojë fuqishëm për një Evropë më të fortë. Ne jemi në një vend që ka më shumë se dyfishuar madhësinë e ekonomisë së saj në më pak se një dekadë, tha Gjurić dhe theksoi se ky është një ndryshim dhe paradigmë në politikën serbe, e cila është marrë me tema të tjera për më shumë se një shekull. Duke komentuar strategjinë e re të sigurisë kombëtare të Shtetet Bashkuara të Amerikës, ish analisti i CIA-s për Ballkanin Perëndimor David Kanin thot për Kosova Online se është e qartë se Amerika po tërhiqet nga leadershipi global dhe dëshiron të jetë si më miqësor me rusët, ndërsa kur bëhet fjalë për rajonin tonë ai vlerësoi se ajo që thot strategjia për Ballkanin është e parëndësishme. Ai thot se nga teksti është e qartë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë kundër aleatëve të tyre europian dhe shton se strategjia re është në fakt një ushtrim branding, sepse Donald Trump dëshiron të fitojë çmimin Nobel. Në strategjinë e re të sigurisë kombëtare të Shtetet Bashkuara të Amerikës, status quo-ja është ruajtur në lidhje me Ballkanin Perëndimor, sepse presidenti amerikan Donald Trump beson se rajoni ynë në të cilën Amerika nuk ka shumë interesa duhet të jetë i lidhur ekonomikisht me Shtetet e Bashkuara në mënyrë që ato të mund të realizojnë intereset e tyre, vlerëson Dragoslav Rasheta nga organizata Rruga e Tretë e Re. Bogdan Stojanović, bashkëpunëtor i Institutit për Politikë Ndërkombëtare dhe Ekonomi nga Beogradi, thot se nga ai dokument mund të konkludohet se interesi kryesor i Amerikës është të ndalojë luftën në Ukrainë sa më shpejt të jetë e mundur dhe se negociatat midis Beogradit dhe Prishtinës do të ngecin derisa të zgjidhet çështja konfliktit ukrainas. Presidentja Kosovës Vjosa Osmani ka biseduar sot në Prishtinë me raportuesin për Kosovën në Parlamentin Evropian Riha Terras. Siç thuhet në njoftim, Osmani theksoi se zgjedhjet lokale u mbajtën në mënyrë plotësisht të lirë, paqësore dhe demokratike dhe se transferimi i pushtetit u zhvilluar në mënyrë paqësore. Ajo theksoi pavarësisht bashkëpunimit konstruktiv, vazhdimi i masave të Bashkimit Evropian kundër Kosovës mbetet i paspjegueshëm, i padrejtë dhe i paarsyeshëm dhe i kërkoi zotit Terras heqjen e shpejtë të këtyre masave. Votimi me postë nga diaspora për votuesit që janë regjistruar për të votuar në atë mënyrë do të zgjas nga 12 deri 27 dhjetor, ndërsa ata që vendosen të votojnë fizikisht janë vendet do të mund të bëjnë këtë me 27 dhjetor, një ditë para zgjedhjeve në Kosovë, tha zëdhënësi i Komisionit Qendror Zgjedhor Valmir Elezi. Ai theksoi se votuesit që zgjodhen të votojnë fizikisht do të mund ta bëjnë këtë me 27 dhjetor nga ora 7 të mëngjesit deri në 19 sipas kohës lokale ku vendi ku jetojnë, në njërin nga zyrat diplomatike konsullore të përcaktuara nga Komisioni Qendror Zgjedhor. Duke komentuar listën e kandidatëve të lëvizjes vetëvendosje për zgjedhjet e 28 dhjetorit, analisti Sadri Ramabaja vlerësoi se ajo është pothuajse identike me listën e 9 shkurtit me disa ndryshime të vogla dhe se kjo konfirmon vazhdimsinë e qasjes së mëparshme të partisë ndaj përzgjedhjes së kandidatëve. Gazetari Lirim Mehmetaj kritikoi ashpër përbërjen e listës duke i quajtur ata një band dhe veçanërisht kritikoi punën e ministres së punëve të jashtme në mandatin teknik Donika Gërvalla, e cila siç thotai u gjobit me 20.000 euro për fshehjen e informacionit zyrtar. Ulëmtuesi i lartë i Institutit Demokratik të Kosovës, Vullnet Bugaçki, tha se qeveria e Kosovës ka standarde të dyfishta sepse mbron zyrtarët e saj kundër të cilëve ka aktakuza.
Gjykimi i Dushko Arsiqit nga Matiqani pranë Prishtinës, i cili u akuzua për kryerjen e krimeve të luftës kundër popullatës civile gjatë konfliktit në Kosovë në vitin 1999, vazhdoi para Departamentit Special të Gjykatës Themelore në Prishtinë për shkak të shkeljeve procedurale dhe mungesës së provave. Gjykimi i Dushko Arsiqit u rikthye në fillim rreth 2 muaj më parë. Dy dëshmitarët e sotën konfirmuan se njihnin Arsiqin, por asnjëri prej tyre nuk e lidhi atë me krimet për të cilët ai akuzohet. Moti nesër në mëngjes do të jetë me vranësira të lehta deri mesatare në disa vende, me ngrica të lehta dhe paraqitje lokale të mjegullës, ndërsa gjatë ditës do të jetë mot kryesisht me diell me erë të doptë në drejtim të ndryshueshëm. Temperatura më e ulët e mëngjesit do të jetë -3 deri në 4, kurse ajo më e larta e ditës nga 10 deri në 16 gradë Celsius.